për zonë. Po që ta janë larguar dhe s'janë lejuar, tash, po të tërgoj s'janë lejuar, me marë pjesë në luftë UÇK-s, prej nëndorit. Mas vramës tonit edhe micit, edhe përpara kanë qenë OSBE-ja pa armatosën. Edhe OSBE-ja pa armatosën kanë qenë vëzhgus, ndërmesus, ndërmes forcave serbe, ndërmes popullatës civile dhe ndërmet UÇK-s. Edhe ata kanë hetu, kanë qenë ndërkombëtar perëndimit, kanë qenë generalët luftës në përvojë shumë vjeçare. Edhe ata kanë nisë me hetu UÇK-n, se mos është UÇK-ja ushtri e fesë, ushtri që mbron fe, që lufton për fe. Edhe në atë moment, prej nëndorit, shtabi përgjithshëm kallon urdhën dhe ne i kemi prej retijës Rahovesit, i kena përcjell shumë që ta që kanë qenë hoxhallar ta. Ju jeni taku po. Ne shta me do të ish presidenti Hashim Thaçi dhe Kadir Veselja. Kanë qenë ata kundra fejes, kështu domethënë. Jo. Keni pas takime. Tash ata kundër fesë nuk kanë qenë. Unë prapë them kështu me siguri plot, kështu me bindje të plot temën që shumica e shqiptarëve, e kombit shqiptar janë fetar. Shumica janë fetar. Çfarë besimi kanë? Po janë fetar. Tash a e predikojnë fenë, a e respektojnë fenë, a e krejnë ritualet e fesë, aty janë pakica. Aty janë pakica. Do më thënë, si praktikus të regull të fesë, janë pakica. Mirë po, a janë fetar, me bo mi thonë, edhe ortodoksit fetar, ti si e fetar, me thonë, edhe krishterit katolikut, me thonë, edhe hajvërot, me thonë, që si e ti s'ke zotë. Po edhe muslimanit, me thonë, ne jemi fetar shumica, ama praktikus të fesë, si mas kërkesave zotit, jemi pak. Se i ka më do mësave shumë special. Do ta respektoj kohën. Unë kam njoft edhe një personalisht. Edhe ish presidentin, edhe Kadrin, edhe Jakupin, edhe Regjen, gjithë. Unë uroj që sa ma shpejt të dalin ata përhale që po ballafaqohen pa drejtësisht si rezultat edhe i kontestit mrekullt që ka ndërë politikë në Kosovë këtu, po dhe kryesisht si rezultat i presionit që ka bo Serbia, mi bashkësinë ndërkombëtare dhe shpionazhet që ka shtri për Kosovë dhe narratives që ka ndërtu kundër UÇK-s. Tash, si Kadriu, si Hashimi e kanë patë një vizionin e qilirimit vendit. Po e përsëris, UÇK-ja mas pakti ka patë bëj me fe. Në UÇK kanë qenë gjithë, si katoliku, ka patë edhe ortodoks të Shqipërisë, si muslimani, do thotë, kur besimi do thotë nuk ka qenë, ai like motivi i UÇK-s, ka qenë liria vendit, gjuha, kultura, drejtat civile, drejtat shtetërore mi patë kombi shqiptar. Ka që ka patë. Sigurisht. Ne mas shkojmë qas larë se ne kemë pas veçlerimin e vendit. Po, e vërtet. Nuk i kemi ditë që mica, veç pak. Edhe nuk ndodh asë një rast në ushtrim trimtar në Kosovë, edhe pse kam pas të tre konvencionë, që asë një herë njoni tjetin me fi ose me ofendu gjatë luftës. A ke ndëgju? Jo. A ke ndëgju? Jo. Unë e jo. Edhe ne nuk i kemi ditë që të drejtët, shumica e ushtarëve janë me shkollë të urtë, me shkollë të mesme, janë familjeve të varfra që as buk s'kam pas. 90% e ushtarëve janë të familjeve të varfra që as buk s'kam pas. Ose kanë ikë prej borgjit, ose kanë ikë që pi ndjek policie, që pi ndjek pushteti, e kuku për neve për ta shtrimentar që... Nuk mendojnë këtë drejtim, se UÇK-n e ka nisë disa intelektual të ri, disa intelektual të ri, disa intelektual që natyrisht që ushtar nuk e mujti me marrë në ato zonat ku nuk ka fillu lufta, po e ke marrë në ato zonat ku ka fillu lufta dhe ti nuk e mujt me zgjellë tash edhe me regrutu ushtarin ideal. Po të gjitha ta që kënë bashkan gjitë. Asë njoni se kemi regrutu. Se ka qenë ushtri vëzmetare. Nuk kemi regrutu. Po pikrisht. Kushu bashkan gjitë ka qenë i mirësordhën. Ama nuk kanë bashkan gjitë njerëz
plasës matull. Ka pat, jo, nuk i Ushtat thjesht, ushtat thjesht. Pse keni thonë për disa deklarate, kam dëgjuar që keni thonë Albin Kurti është shkatruesi më i madh i Kosovës. Po, është shkatruesi më i madh i Kosovës. Pse? Pse? Ai ka ardhur, e ka marrë qeverisin e tij e ka marrë kundër Zajednicës. S'ka Zajednicë. Me mu, as bisedime nuk ka për Zajednicë. Leje me bë Zajednicë. S'ka Zajednicë. As asi, as kësi. Me që to i ka fitu zgjedhjet e fundit. Ai kur gjë s'ka bo tjetër çka për 4 vite, veç është marrë me Zajednicën, edhe rreth Zajednicës, edhe do pickimeve, do palidhe që ai nuk është që nuk din. Unë tash kam dëshime të që është diçka shumë më i rrezikshëm se çeto që peqet. Çfarë dëshime? Po tregoj masanene. Jo ai që s'din çish fitohet Kosova. Unë e di çish fitohet Kosova. Ta ke shfizu ai që 51% votuesve të vetë, popullatës që me të vërtet unë kam dal kundër UÇK-s edhe kam fal kundër bashkëlutetarëve të mi që vetë Zoti më falt. Se kam bë krim. Ma a kanë mujt edhe ata bashkëlutetarë tanë më mirë, kanë mujt. A kanë mujt me rregullu më mirë, kanë mujt. Po ky është shit për 15 vite. Tamam me të komendit. Po çka po dëshojnë ata? Ai jo që se s'din çish fitohet lufta me ndërkombëtar. Qofse ke për krahjen e popullatës. Sadri, qofse ke për krahjen e popullatës, qofse i çetaj gjys milioni popullatën në Prishtinë kundër Zajednicës. Për 1 vjet, ne për 3 muaj kemi largu rusin prej Rahovecit. Ka qenë vendim i Kombeve të Bashkuara, Sadri. Vendim i Kombeve të Bashkuara, vendim i Brukselit, vendim i NATO-s, forcat ruse, batalioni rus me zamensu batalionin holandez. 16.000 aveciani me kanë. 16.000 aveciani. S'po ditë është, kanë qenë gazetar 3 një 20 vete që kanë ardhë 2-3 ditë kanë net me neve, kanë bashku situatë. Po ngrej dëshime se ajo që s'din. Asë njëherë, asë një protest për organizon. Letë organizon protest kundër kërkesave ndërkombëtare dhe serbe. Që mu kriju Zajednica. Letë qohet populata jo, ne kemi lënë gjatë, ne kemi luftuar, ne nuk dojmë Zajednicë. Nuk dojmë Zajednicë, edhe u krej puna. Mas 3-4 mujve, ama jo, kush është Kurti, edhe kush është Thaçi, edhe kush është taj që mundet mi ndalë basin ndërkombëtare sot, që kanë ardhur me na ndihmu. Ti, në qofë se don me fitu ti luftën në Kosovë, do është popullatën me knaqë. Po dhe me knaqë popullatën e koqë. Pa dyshimi, tash unë po të thëmë që ai kundër kësaj, e masalën në veç me Zajednicë. Dhe kur Zajednicë jo edhe nganë në kuke, në orë, kuke, nganë me lapsë në shkruje për Zajednicën. Në shkruje, për e jep lapsin, për e ofron në shkruje Zajednicën. I lirun